që nga dita që ka mashtruar në formularët e dekriminalizimit është i pavlefshëm, nul e void, sepse është marrë nga një person që nuk mund të ishte gjykatës. Kjo sipas kushtetutës, por dhe sipas gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Sipas precedentit të gjykatës europiane të drejtave të njeriut, Cani kundër Shqipërisë, Irena Gjoka nuk mund të jetë gjykatëse dhe proceset e ndjekura prej saj janë nul. Rikujtoj këtu se ajo mbahet në detyrë sepse mban dosjen e Ilir Mec, dosje e cila nuk ka asnjë fakt penal përveç vendimit hakmarrës primitiv të Edi Ramës ndaj tij. 5. Për sa i përket mos deklarimit të vendimit penal dhe 2 ekspulseve në formularin e dekriminalizimit, kjo është çështje me vete, e cila sjell 2 pasoja. E para, 5.1, e para, është ndjekja penale kundër Irena Gjokës. Mos deklarimin formularin e dekriminalizimit, vendimit penal dhe ekspulseve është vepër penale për të cilën ajo duhet të ishte në burg. Këta duhen të thonë se vepra është parashkruar dhe Irena e tyre me 5 mbiemra që i ka ngrohur xhepat mirë nuk mund të ndiqet penalisht. Kjo në fakt është e pavërtetë, sepse Irena ka marrë detyra të reja pas krijimit të gjykatës speciale, si për shembull, ajo atë të kryetares së gjykatës për të cilat kërkohet të plotësoj përsëri formularin e dekriminalizimit. Ajo ka kaluar procesin e vetingut mbas caktimit kryetare të gjykatës speciale, edhe aty me siguri është kërkuar të bëjë deklarime në lidhje me fakte të tilla dhe ajo nuk ka bërë. Kështu që të gjitha parat që i kanë marrë Irenës apo urdhra që Edi Ramës që kanë zbatuar hidhen në kosh të plerave dhe dëshmojnë Altin Troplinin, Uluzi Faqeziun dhe Këllëgjën thjesht sklever të rishfeteve apo të urdhrave politik. Për më tepër, Irena ka ekspozuar veprimet e saj aktive për të mbuluar ekzistencën e vendimit penal në Greqi, të ekspulsive të saj dhe mos deklarimin e tyre në formularin e dekriminalizimit. Ju kujtoj se pak kohë më parë ajo i deklaroi birën se nuk kishte vendim penal dhe as ekspuls, ndërkohë që kishte lëshuar prokuror vetë me firmën e saj dhe kishte angazhuar avokat për të kundërshtuar këto procedura, gjë që është evidente edhe nga vendimet e drejtësisë greke. Pra, jo vetëm që ajo ka bërë veprime aktive për mbulimin e veprës penale, por ka vazhduar atë. Pra, jemi përpara krimit vazhdues në terminologjinë juridike. Çdo ditë që ajo rrin funksion, sepse ajo çdo ditë fsheh gjykimet, dënimet dhe dëbimet e saj, veprat penale të saj. 5.2. E dyta, mos deklarimi vendimit penal në formularin e dekriminalizimit sjell përsëri përfundim të mandatit që nga momenti kur është kryer shkelja. Kjo është një procedurë administrative, pra jo penale, për të cilat nuk vlen asnjë fakt parashkrimi i kodit penal. Nuk ka nevojë për veprim verifikues kaq kompleks. Ajo nuk ka plotësuar sakt 3 rubrika të formularit, por mjafton vetëm mosplotësimi 1 rubrike për ta larguar nga funksionet e gjyqtarit. 6. Pra pavarësisht përpjekjeve të turpshme të KLG-s, Altin Troplinit, prokurisë së përgjithshme për të mbajtur në detyrë një njeri që nuk mund të jetë gjykatës sipas kushtetutës, sipas ligjit, një njeri që sipas 3 ligjeve të miratuara nga kjo mazhorancë duhet të jetë në burg. Ajo është e pambrojshme dhe tashmë e vërteta ka dalë në dritën e diellit.